Çfarë do thot Zaman, profesor? Në kuptimin e unikut të kohës, të bukurit të kohës, të rrallit të kohës. Ky pseudonimi është vënë aty nga një prej mësuesve të tij. Atëherë, besoj se ishte rreth viteve 1890, pra 92-shin ose 93-shin. Ai ka lindur në vitin 1876. Ta përmendim edhe këtë. Po, dhe në fshatin Nurs? Ka lindur në fshatin Nurs të rrethit Hizan të Bitlisit. Ka filluar shkollimin në rreth moshës 8 apo 9 vjeçare dhe në çdo medrese qëndronte vetëm pak muaj. Medreseja ku ka qëndruar dhe ka marrë mësim më së gjati ishte 3 muaj. Kjo është interesante, pse nuk qëndronte më gjatë? Pikërisht këtë doja të shpjegoja. Për shkak se intelekti dhe kujtesa gjendeshin në niveli më të lartë, gjë që rrallë herë ndodhte te një person, atij u dha pseudonimi Bediüzzaman. Që ka mësuar përmendësh 90 libra, madje këtë keni përmendur edhe në një intervistë tuaj, dhe që i ka përsëritur këta 90 libra duke parë murin, madje kur guvernatori te i cili banonte kishte hyrë brenda, kishte menduar se ai përkiste ndonjë sekti dhe po bënte lutjet e tyre, apo jo? Ti mësosh përmendësh ata 90 libra.